si konsulent apo diçka, para se të bëjë drejtor. Nuk është kompani që ka marrë vetëm në qeverisjen e vetëvendosjes, ka marrë edhe më herët kjo kompani. Mirë po, janë shtu. Këto po thonë, shtu vëllimi me cilat i marrin. Dhe e dyta, çka është e rëndësishme është që kur ka këto krime të monopoljeve, kur në ndërtohen politika mos zgjënu gama e shërbimeve, ty të vjen situata ku nuk ke ilaçe. Edhe sot, për shembull, që sot, çfarë po flasim ne, pacientë sot blejnë ilaçe për kancer në kontraband. Pra shteti nuk i siguron. Dhe çka është e pa drejtë është që ata duhet me i ble çat ilaç në kontraband. Kur e blen kontraband, Arben? Flasim për banat tisës esenciale apo për tisës esenciale, po. Domthonë nuk ka autorizim marketing, nuk futem fare, nuk ka një angazhim qeverisë në drejtim, dhe çka ndodh, njerëzit i bin kontraband ato ilaçe dhe blen kontraband. Atë kur e blen ilaçin kontraband, ti e ke një varë dileme se ka arsye pse ai duhet me hi në mënyrë zyrtare. Se në të kundërtën çka ndodh, ti nuk e din sakt çka i tu ble. A je tu ble me të vërtetë atë ilaç apo jo? Ose pa të rastin para 2 ditë keni ilaç i cili nevojitet njerëzve në hemodializë. Çka është e çuditshme kësaj pune është që ai ilaç nuk sjellet për laboratore private. Ato mund të asigurojë vetëm shteti në institucione publike. Tash çka ndodh? Ti ke nevojë, nuk ke as ku me ble. Nuk ke as ku me ble. Ose ke rastin me abuzime të mëdha të cilat një pateric, unë e kam përmendur dhe duhet me përmend gjithnjë, një pateric e cila kushton 15-20 euro, blehet me 120-30 euro. A është bën me tender negocium apo me nuk e di çu shobo, po o bo që janë ble. Domosdoshmë është e abuzuar. Është duke akuzuar nëse thotë edhe nuk i din detajet. Nëse nuk po e di, nuk po e di. Jo, unë e di çmimin. Ka ndodhur në SHSK në ÇKK po. Procedurën fare sa më rëndësi. Për mua, ajo është temë e dytë, për mua çmimi më rëndësi. Nëse ç'kjo kushton 20 euro në treg të lirë, se unë kam atë pse është më rëndësi. Unë kam pas një përvojë të tillë. Te unë kanë sjell një kontratë me nënshkru. Te kanë qenë po më kur ke hy e ke gjetur edhe insulinat me çmimet. Tani ilaçi për kancer. Edhe me insulina abuzoi përpara. Shiko, tani ilaçi për kancer, për leukemi, i cili në banatore me shumicë ka kushtuar 8 euro. Mu ma kanë sjell me nënshkru me 26 euro. Dhe unë se kom nënshkruat kontratë. Më kanë kërcnu, do të ketë pa di, do të shkosh në burg, oj kumon, nuk e nënshkruj. Nuk e nënshkruj një gjatë cilin unë e shoh, mund me ble, mund me dal familja me ble. 8 euro në banatore, edhe unë me nënshkru me pare të shtetit 26 euro. Se kjo mos më të dhinë parja e qytetarëve heq. Dhe ku ble, është bleq ajo në ministri tonë,